Lebetitën, narko-diktatorin, është kriminal, ajo kriminal. Është krye kriminal, kreun e organizacës kriminale. Të mbledhur nga Tirana dhe mbarë Shqipëria në një protest me cilën dhanë mesazhin më të fuqishëm Edi Rams. Mesazhi ishte i thjeshtë, vrimën e miut nuk do ta gjesh më. Në qoftë se je burr, ja thash dje, në rast se je burr qëndron në zyrë. Po as në zyrë nuk ishte, por në tunelet e Surrelit ishte fut. Doktor Reis Dalomo, doktor. Atë mos kemë rakti, se do ja zgjidhit po. Nuk ka zgjidhje. Tani, për kundrejt qëndrimit qytetar, guximtar të protestuesve, narkopolicia përdori në agresivitet absolut mjetet e dhunsh, sulmoj në mënyrë të çmendur protestuesit me gaze helmuese, me topa ujë dhe me mjetet tjera. Do me thënë, Edi Rama kërkonte përleshjen e policisë e demonstruesve policin. E garantoj që demonstruesit do të përleshen me Edi Ramën. Bravo. Me Edi Ramën. Dhe i them këtu. Bravo. Mos nërse policin kundër protestuesve. Ju bëjnë thirrje policëve. Mos u bëni ushtar shërbëtor të një njeriu që nuk ka ligj as moral. Mos u bëni shërbëtor të një njeriu që çdo tull të shtëpisë vete ka të vjedhur. Ai s'ka familje. Mos u bëni shërbëtor të një njeriu që është armik i egër i çdo shqiptari. Sot duhet ndjej krenar për aktin tuaj, duhet të betohemi se me këtë betej kilometri i fundit do të jetë kilometri i fundit do të jetë fundi i merituar i Edi Rams dhe narko qeveritarëve të tjerë. Kërkoj lirimin e menjëhershëm të 25 protestuesve paqësor, të cilët në absolute me të gjithë dokumentacionin nuk kanë kryer asnjë akt dhe janë marrë aty vetëm si akt urrëtie nga me urdhër të Edi Rams. Ju kërkoj komisariateve t'i lirojnë me njëherë, të mos zbatojnë asnjë urdhër që vjen kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e vendit. Nuk mundet kur një popull me asgjë, ju e pat vetë, ju ishit vetë aty, ju e pat gatishmërinë atyre njerëzve që ishin të gatshëm të jepnin Edi Rams në 30 minuta atë që meritonte. Absolutisht jo gatishmëri do vazhdoj, ne këtë betejë të dashur qytetarë do vazhdojmë, ne kemi një mision dhe vetëm një mision për mbysjen e këtij regjimi kriminal, e këtij narkoregjimi, e këtij armikut shqiptarëve dhe Shqipërisë. Asgjë se shton në këtë. Asgjë se shton. Fatin e ti do ketë. Fatin e ti do ketë. Të lumt, bravo.
Plotësisht. Beteja me diktaturën nuk është një ndeshje futbolli. Jo, mos a merrni kështu. Beteja me diktaturën është një qëndresë e vazhdueshme, është një betejë pa ndërprerje, është një betejë e cila të cilën të pamposhturit opozitar, ata që bëjnë të pamundur të mundshme, do ta fitojnë. Protesta e radhës ku do jetë? Do e njoftojnë protestë e radhës dhe variantet e saj. Por ne nuk kemi tashti, ne jemi në fushë betejë dhe absolutisht nuk ndalemi gjenerëzimin e tij. Bravo. Ja, edhe më thanë që janë keq trajtuar dhe gazetar dhe I kanë helmu gazetar. Urdhë. Kanë hedhur gaz kundër gazetarëve. E dënoi këtë akt me forcën më të madhe. Gazetarët kanë qenë neutral, kanë qenë duke bërë detyrën e tyre të informimit të qytetarëve, por raportimet e tyre kanë të merruar Ramadurën dhe Surrelin. Ai është i pashpres. Rama është një kufo me pa kallur. Doktor. Dhe do hedhim